është sovrani, mu ma mërmenja që asnjë nuk do të ndëshkon, asnjë parti opozitare nuk do të ndëshkon me shumë zotën e Kurtin se sa vetë puna e ti dhe votuesi i ti apo sovrani në këto zgjedhje, duke filluar nga i... Qash mirë ka punu në mandatin e kaluar, sa qaq shumë ndëshkoj sa edhe 51%. Tjetër forma ajo ka qenë, tjetër shpërlarje... Tjetër formë, po vetëm matoni bre pak që ka po folni. Dëgjam, qërë se Adem, veç kështu, në momentin ku thu që vetë puna ti ka me vlerësu, ngëm, qash mirë ka punu, so as vetë Albini thët 51% nuk korespondon me nivelin e punëve të mija të kryme. Edhe vetë Albini thët, po ti kjutëm, ma serios në studi. Atër racionale e popullit. Unë dua ta krahasoj me këto zgjedhjet që vinë. Që ka thonë, Adem? Që ka thonë? Vito 14, regjia. Unë thë që jo duhet hiqet aksiza, jo të vëshëja, jo të dyja. Të nderuar deputet, nuk është hera e parë që kërkoni këtë gjë për i qeverisë tonë. Unë nuk jam kryeministër tash për herë të parë. Jam kryeministër për herë të tretë. Që sa vjet jam kryeministër, gjithmonë keni kërkuar me raste të caktuara, herë hiqe aksizën, herë hiqe të vëshën, nuk i kumbo asnjënën, janë mojtë zgjedhjet, kam fitu veç ma shumë. A kuptoni? Pra, nuk është hera e parë që po bëni një kërkesë të re. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që edhe populli nuk është për atë që po më këshilloni. No? Veç që nuk o dëgju pjesa e parë për shkak të siglës që hynë mes vedës dhe fjallës tënde. Po. Kjo bukfalisht është ajo që kanë qenë gjithmonë botë kuptime të mahershme, kur sa më shumë që po e ndëshkoj këtë popull, aq më shumë po më dënë, dhe sa herë po e rëndoj jetesën e këtij qytetari, aq më shumë po më përkra. Ky është niveli votuesve ti. Po ne dhe unë kam shumë besueshmëri që në zgjedhjet që do të vinë 51% është niveli votuesve ti. E di, po nëse populli i Kosovës gjykon që po don timi aqit si unë e di që i vetmi që ka një frikë aq të madhe për të shkuar në zgjedhje është po vetë ky lider, dhe vetë ky njeri. Ky që e ka paralemruar që i kena dy palë zgjedhje. Realisht edhe është i pritshëm dhe është edhe i planifikuar, po nuk do të del më me të njëjta dokra dhe mashtrime, sepse nuk besoj që më do të përthithin, duke u nisë nga ajo më e thjeshta kur flasim për një bojk që ka prodhu dhe ka përpunu arat, ka punu arat me një çmim 1,90 € për karburante, dhe kur shtesat apo subvencionet i merr mbas një viti edhe atë në 10 orë. Nuk mundet më ta voton një veteran që gjithmonë fyhet dhe shahet dhe persekutohet në rrugë dhe çdo një muaj na vdes një në vendin e punës. Nuk mundet më një familje dhe një ushtar ta votoj një njeri të tillë kur as rojet e natës nuk i pagun dhe një deputet i tij thot nuk është lehtë me majt ushtri. Ata e kanë majt natën dhe ta ofendosh ushtrin një përfaqësues i tij dhe të mos ta paguash as për punën që ka bërë, unë nuk besoj që më një ushtar dhe një familje e tij do të ketë vot për të,